Sistemi i fabrikës ka rënë. Për ta rikthyer ato në punë, inxhinierët duhet të plotësojnë 5 detyra. Të zgjidhin litarin që bllokon mekanizmat, të shkruajnë kodin sekret të rasat e kontrollit, të mbledhin 60 gjethe që kanë bllokuar filtrat, të dërgojnë 10 objekte në depo dhe të gjejnë 10 vitat e fshehura mes mbeturinave. Ata mendojnë se janë 10 inxhinierë këtë mision, por duhet të bëjnë kujdes. 2 prej tyre duan shkatërrimin e kësaj fabrike. Nëse arrin të përfundojnë detyrat pa u eliminuar, ata fitojnë. Nëse gjen një trup, duhet të përdorin menjëherë butonin e emergjencës. Nga ky moment, ata nuk mund të flasin më asnjë fjalë. Loja fillon tani. Ngjyra e kuqe afrohet papritur tek loja e gjetheve. Ndërkohë që inxhinierët bëjnë punën e tyre me dinjitet, duket që ka edhe nga ata që kanë të tjera plane në mendje. Edhe ngjyra e jeshile po afrohet tek inxhinierët. Ja ku është edhe ngjyra e bardhë, i vetëm ai po bën sfidën e litarit. Tre vite më vonë, ngjyra e bardhë vazhdon të zgjidh litarët. Oh, ngjyra roz. Ç'kemi? Ja dhe ngjyra e verdhë që ndërron mendje kush më mirë nga ajo e njeh zonën e Fierit.
çfarë po ndodh deri tani në fabrikë? Më në fund ngjyra e bardhë zgjidhi litarët dhe tani po trembet nga ngjyra blu me sa duket. Ja ku është edhe ngjyra e zezë që ka dyshimet e çfarë do lloj ngjyre tjetër, normalisht ai edhe lavatriçe futet veç mas ngjyrave tjera. Jo më lojra. Ngjyra e verdhë me sa duket po përdor metodën e kamuflazhit me që ngjan me muret e kësaj fabrike. Por një fjerak mund të trembet vetëm nga një fjerak tjetër. Motor kishe njeri. Desi. Ej! Pasi mbarova litarin, shkova te kodi qeverit, aty isha me të verdhën dhe me kafe. Që këta të dy nuk ishin. Ndërkohë që po shkoja tek ajo e, si quhet, bidonit për të mburë zgjethet, pash rozën dhe kushen që ishin te litari, kështu që dhe këta të dy nuk ishin. Tani nuk e di se kanë spesoj që mund ta kenë shku nga aty deri te litari ka shpejt, kështu që këta të katërt sigurt nuk ishin. Të tjerët nuk e di. Unë vetëm pash Artemisin, më po shkoja për përgjithë. Unë pasi mbarova sfidën të litarët, doja të shkoja të bëja sfidën me shifra, dhe aty ishte ngjyra portokalli e verdhë dhe ngjyra lejla që u dojgjë. Kështu që zgjedh t'i besoj portokallisë dhe është safe mendoj ngjyra e verdhë dhe kafe. Unë isha bashk me Rozën dhe të Ziun tek litarët në momenti që u bë njoftimi dhe nuk mendoj që kemi qenë asnjë nga ne të tre. Dhe në momenti kur erdhëm dhe ra sinjali për të ardhur këtu, unë pash që këtu ishte portokallia, bluja xha ishte këtu dhe e bardha xha ishte këtu që po më prit. Teoria ime është që ngjyrën portokallis zgjell ta besoj përderisa kemi kafen dhe verdhën që mund ta vërtetojnë që ka qenë metodë e loja, po përse përket bardhës dhe blus kam dyshime sepse ishin këtu para se të gjithë tjerëve. Pra, dikush nga ata e ka vrarë, ka shtyp butonin dhe ka ardhur këtu. Unë më rova me të verdhën e kafe, shkova për te parkurit dhe pash atë Leilan me të bardhën mbi aty është. Kam unë një pyetje.
Me ngjyrën jeshile ishte Jo, ty nuk ka për ne vetëm, po ta kisha. Unë isha të kitarët me të zezën, me rozën dhe me të kuqen. Dhe ndërkohë, momenti që është vrarë Temisa, kuqen di afër dhe dy njerëzit e vetëm që ishin larg çdo gjë ishte e bardha dhe bluja. Dhe unë mendoj që është një nga ata. Unë isha me Gjesin me ngjyrën blu tek ato sendet e shkallë. Dhe nuk ka sens logjike se si ka mundësi unë ta kem vrarë ty dhe të kem marrë dhe para ju kërkoj që ti e ke gjetë direkt, vetëm nëse kam fluturuar shokat natë. Unë mendoj se është ose e kuqja ose e kaftja. Unë isha atje erdha direkt, se erdha unë kaq shpejt, 2 sekondë t'ja urtësoj sepse erdha unë kaq shpejt. Po unë pse erdha kaq shpejt jam se ty isha bashkë me të zezën dhe rozën që e vërtetoj. Dhe jeshila ishte duke ikur. Jeshila po ishte dhe ne hym për ta luajtur lojën. Si mund të teletransportohem unë ose atje këtu? Po se përdor argumentin për ty, ndërsa për mos që ka i blefshëm argumenti. Jo, sepse ju erdhe gjithë grup. Po është më afër këtu shkallët e ferrat se sa godina tjetër e litarëve. Që te litarët duhet ngjitesh tek ajo gjëja lart. Lëvizjet e mia, 1 sekond, 1 minutë. Lëvizjet e mia besoj asnjë nga ju s'ka u me thënë se më ka pa dikun. Përveç kur u shpërdam gjithë. Pastaj gjithë kanë vërtetë të rrezike. Po se je zgjuar ti pra, je zgjuar. Ore, unë pse erdha shpejt te litarët. Po ka to zemra na fut në kot. 1 sekond, ne nuk ishim aty sepse ishim te shkallë, dhe shkallë ju që se dini fabrikën është një pjesë më distancuar, pra ne erdhëm këtu direkt, sepse më sa janë direkt. Po pra mund të jeni të dy impostera, bravo. Nëse jemi të dy impostera, si u vran ngjyra Leila e para dhe e dyta, kaluan direkt në kundër argument ngjyra jeshile dhe e kuqe. Unë kam bërë 2 sfida, e para ishte me qenë dhe ishte me ngjyrën kafe dhe të kuqe, dhe e dyta ishte litarët me ngjyrën e kuqe me të rozë. Ishte edhe me mua te kitari. Ngjyrën e fshirë nuk e kam parë. Ishte te kitari. Ngjyrën time nuk kam qenë kurrë me ty. Ishte te kitari, more. Jo. Kur u futet ishin atëherë, ishte jeshilja dhe litari vetëm. Hyra unë, u bëm 2. Hyri Kleat, u doli jeshilja që u futet ti, Flor. Luja dhe jeshilja në fillim litari, pastaj u fut e bardha. Jo, duke qenë jeshilja. Ka qenë e verdha. Ishte kjo, doli kjo që u futet ti pastaj. Jo, ka qenë e verdha. Në momentin kur unë futa te litarët, ishte vërtet që aty ishte vetëm jeshilja. Më pas ishte Fatosi dhe Roza, që futën aty. Pastaj dola unë dhe e zeza ishte mbrapa meje. Po pra, e kthyer përgjigje të bardhës. U tha nga disa veta që unë isha te kodet, madje kam edhe të verdhën dhe shmitare, që unë isha te kodet. Kështu që për mendimin tim mendoj që është e bardha. Kam qenë te shkallë, në bis, kam marrë 2 minutë. Si kalova, keni pa ndonjëherë të pulson ti. S'ka gjë. Nuk ta verifikoj, siç mendove ti për mua, po mendoj ty. Si të një isha. Nga ngjyrat që nuk kam parë gjatë xhirimit, ka qenë ngjyra e shile dhe vëtu kontradiktore ajo që tha tani, prandaj ngjyra e shile. Ndërsa për mua në mënyrën se si u mbrojt direkt, kaloj direkt në vetë mbrojtje, nuk jam shumë i sigurt, po do të jap të bardhës, nuk jam shumë i sigurt. Unë mendoj që është bluja se më bëri pak sens rrugtime. Dhe unë jam mes këtyre 2 ngjyrave, për mua të dyja njësoj, po nga mënyra se u vendmbrojt shumë dhe foli me zell, votoj ngjyrën e bardhë. I qëndroj mendimit tim që në fillim, midis bardhë dhe blu dhe është të mendoj bluja. Sinqerisht si vetëm, unë kisha 5 veta mbrang shikimi, nuk mendoj që janë ata. Unë do votoj të zezën, sepse e bardha dhe bluja me vërtet ishën shumë larg dhe ishën këto already, kështu që nuk mendoj që ishën ata. Unë mendoj ngjyrën jeshile. Për shkak se doli me të zezën shumë kontradiktore dhe për shkak se nuk ishte mungesë argumenti për votimin tim. Unë mendoj ngjyrën e kuqe. Sepse në momentin e parë si u përmend emrin nga Desi, pa ditë sa tu përmend për mirë apo për keq, tha, çam përmeni emrin mua ti kim krete kështu dhe kjo më duk shumë kontradiktor. Unë kam dyshimet e mia te portokallia, se kanë qenë të dy në një dhomë me ngjyrën lila. Dhe ngjyra lila është vrarë shumë pak më vonë se sa ka dalë nga dhoma dhe portokallia, kështu që kam dyshimet e mia. Unë isha tek litarët, duke hequr litarin, edhe pse Florja më hoj, mund të merrni prap akuzën e Fatosit dhe të Kleas që isha aty dhe isha me ata. Unë kam qenë me ngjyrën e bardhë tek objektet dhe ngjyra e bardhë ka qenë njësoj me mua, kështu që nëse njërin e të dy ka qenë impostorët, atëherë si kush u vran, si u vran? Fal pak, unë heci me kamë dhe kjo lojë më duket nuk është me vrapim. Si erdhën nga ajo pjesa u vrarë Temisa te Nuna dhe erdha më shpejt se këtu, nuk e kuptoj. Dhe as dis ka pa këtu te rruga, pse? Sepse isha mrapa te shkallë, kaq isha.
Në këtë moment mendoj që është ngjyra blu. Okej, po ta marrësh atë sens, më i shpejti është i bardhë, është bardhin të vote. Po qëndroj prapë me të bardhin, me që të thash dhe mbledhjen e parë. Unë mendoj që është ngjyra blu. Unë do qëndroj me të bardhë. Do qëndroj të zgjedhja e parë ngjyrën e shit. Edhe njerë inxhinierët vazhdojnë të plotësojnë detyrat, Edhe të panë shko me vrap. Pjeri pasër, gjasme ka kosh ka vdek dhe e pe. Gjesi do mbaj mbloj se të Gjesi dushoj. Po, të Gjesi dushoj. Do pres këtu derisa vindo një. A ti kjo unë të një loj tjetër? Gjasme jeti këtu vetë. Okej. E, po kujdes mos rreziko se mund të vim bashk, tuf, prit kalojnë. Hano shok. Zë mbledhni lule. Hajde mbledhni lule. gjatë loja imposteri ka sabotuar sfidën e tabelave.
brava, 3 veta. Këtu isha me ngjyrën e kuqe dhe me ngjyrën e zezë, duke gjetur gozhda, dhe pastaj kaloi ngjyra jeshile, që do të thotë asnjëri nga këta nuk është imposter, dhe pash ngjyrën portokalli i lartë. Dhe duke qenë se vrasjet janë bërë në godina komplet të kundërta, kjo mua më lë me ngjyrën blu, që nuk e pash në asnjë moment askund në rrethin tim të shikimit. Kam 2 teori. Dua të them fillim që tentova të shkoja te loja e kodeve dhe aty ishte vetëm Flori. Dhe në momentin që tentova të hyja, Flori erdhi drejt meje për të tentuar që të më prekte dhe kjo më bën të dyshoj që mund të jetë Flori. Më pas, ngjyra e zezë. Më pas mbarova lojën e litarit dhe kam ardhur për të vazhduar lojën e kutijave ku kam gjetur të zezën dhe rozën. Tani është kjo teoria që o roza dhe zeza janë imposter dhe po bëjnë çdo lojë bashk, ose ekziston teoria tjetër që mund të jetë bluja, duke qenë se ishte e vetme që nuk ishte afër nesh, sepse portokallia ishte lart. Pra vrasjen unë sugjeroj që mund ta ketë bërë një imposter, i ka bërë të dyja, dhe verdhën dhe kafe. Jam midis të zezës dhe të kuqes. E para sepse me të kuqe nuk isha në asnjë moment dhe më lind dyshimi që mund ta ketë bërë ai. Dhe e dyta e zeza ishte Flori që e shifsha kudo vetëm duke vrapuar njerëz përfshirë dhe mua. I vetmi moment që kam qenë me Florin është në fund fare që më lind logjika të them që pasi ka kryer 2 vrasjet mund të ketë ardhur në fund te kutiet. Më vjen mirë që 2 imposterat folën para meje. Do doja të dëgjoni të gjithë logjikën time të gjithë çka ka ndodhur. Unë shkoj te e para që ishte me numrat, me shifra. Plotësoj një karakter dhe mbrapa me hyn vetëm një person që ishte Crystal. Që mendoj që është vetëm që e ka fshirë dhe po kërkonte për diçka që fshin aty. Për çfarë duhet kërkoj dikush diçka që fshin e para. Tjetra është kur unë shkoj te gozhd, shoh ngjyrën e kuqe dhe të rozë aty, edhe lart mbi godin ishin ngjyra portokalli dhe blu. Ngjyrën blu e pafsh që iku për 1 minutë më vonë bë vrasje, pra nuk mendoj që ka qenë një kohë kaq shpejt nga vrasja deri te kur u gjet trupi. Aq më tepër ka qenë 2. E vetëm ngjyrë që nuk ishte prezente ishte ngjyra e jeshile. Absolutisht është ngjyra e jeshile. Unë ndërkohë që isha sipër duke bërë atë të objekteve, ngjyra e jeshile po vinte vetëm, thjesht po kapte gjete se çfarë po bënte, se gjetet nuk janë fare aty. Thjesht po shifte që ishin e zeza dhe e kuqja që po bënin atë të gozhda, thjesht po kapte gjetet po ecte kështu. Se çfarë po bënte vetëm ajo zoti e di. E vdekme është jeshilja dhe duhet votoni jeshilen, ndërsa tjetri, ndërkohë që unë po bëja objekte kam qenë me blun dhe me të verdhën. Ndërkohë që unë nuk i përfundova këto 2 e përfunduan. Prap mendoj që nuk është bluja dhe mendoj që është e kuqja. Kështu që jam midis jeshiles dhe të kuqe, po ndova të jeshilen kësaj radhe. Atëherë do nis nga akuza, pastaj nga vetë mbrojtja. Akuza ime është për ngjyrën e kuqe, që nga loja e parë që u vetë mbrojt direkt, ndërsa mbrojtja është që unë isha me ngjyrën portokalli dhe me ngjyrën e verdhë që po bënim tasket me objektet. Ngjyra e verdhë nuk i mbaroi tasket, po përpiqet i bënte bashkë me ngjyrën portokalli, duke qenë se unë isha qenë tek raundi i parë, duke bërë objektet me ngjyrën e bardhë që u doq, unë i mbarova më shpejt dhe ika, duke ikur për tek tasku litarëve që nuk kisha bërë. Pash ngjyrën kaf që ishte me të bardhë në dorë, dhe ndërkohë ra alarmi. Vota ime shkon për ngjyrën e kuqe. Vota ime shkon për jeshilen. Ngjyra e jeshile. E zezë. Jeshile. Unë mendoj që u rrëmbeva shumë nga dëshira e madhe që kisha për t'i vrarë dhe nuk funksionova shumë gjak ftohtë. Vrasja më e thjeshtë mund të them që ishte e Kostianit, sepse ishte aty dhe Fatosi që është imposter tjetër dhe nuk e kisha shumë të vështirë që të fshihesha. Vrasja më e vështirë ishte Kesiana, duke qenë se kisha Xhesin mbrapa. Nuk e di, ishte hera ime e parë që puluaj imposter, kështu që nuk isha dhe aq keq. Tani kemi hyrë në fazën më interesante. Në lojë kemi vetëm një imposter të mbetur.
A do t'ja dal dot ai të bëjë një tjetër vrasje? vija vërdall si një flutur që të bësh goja, kam parë ngjyrën e zezë që vinte vërdall, ngjyrën blu që po mbante syt mbyllur deri në pafundësi. Dhe pasi u bë vrasja e ngjyrës portokalli, del ngjyra e kuqe, njësoj si flutur, njësoj si unë, nga ferrat, fiks aty ku u bë vrasja. Unë do them gjithë rrugtimin tim. Kur mbaruam mbledhjen, unë shkova bashkë me Florin këtej për kutit se nuk kisha mbledhur asnjë nga këto, me bashkë me ngjyrën e zezë këtej. Dhe gjeta vetëm 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe po kërkoja. Ngjyra e zezë më pas u largua dhe vëreva diçka që ngjyra e zezë po rinte fshehur për të më parë mua bashkë me kameramanin, ndërkohë që unë po vazhdoja të kërkoja këto. Vazhduam dhe mbasi nuk gjeta dot më shumë te kutijat, zgjodha këtë rrugën këtu për të dalë te ferra dhe për të dalë këtu. Në atë moment bëhet blackouti. Teoria ime është kjo. Ndoshta unë fillim gabova me Xhesin, se duke qenë se Xhesi tha që kam nejt me sy mbyllur tërkohës, më shumë se 20 sekonda. Dhe mendoj që vrasjen o e ka bërë Flori o Klea. Mendoj që produksioni ka zgjedhur 2 vajza për imposter dhe ngjyra rozë mendoj që ka bërë vrasjen dhe pastaj ka shtyp butonin. Nuk po vjen mirë që ngjyra kuqe mendon kështu, se ngjyra kuqe është vetë një nga imposterat. Jo më kodën po e ruaja kur mbarova sfidën, gjeta 10 vitet dhe po e ruaja çfarë po bën kur ngeli vetëm dhe nuk po kërkonte më për vida. Pra dukshë po bënte për isha duke kërkuar e but pak të mos gënjes. Nuk se Lenam isha duke kërkuar të pash dhe isha kështu. Jo për gjë, më votonin, vrisni, bëni çfarë doni, po mos gënjet pak të. Thuj do të eliminoj Fatosin në ngjyrën e kuqe. Ishte duke pritur për të parë dikë dhe ndodhi që pikërisht aty ku ai ishte duke pritur ndodhi vrasja, që dhe ngjyra roze ka parë, kështu që çfarë ta mund. Unë nisa të grumbulloja gjethet, taskon e gjethetve, bashkë me ngjyrën portokalli dhe më pas rriti ngjyra roz, dhe ngjyra portokalli iku, dhe për një moment të mendova se ngjyra roz, dhe nisa duke ikur dhe unë pas portokallis. Pra, rendi ishte, portokallia ishte më larg, unë isha në mes, edhe ngjyra roz ishte pas meje. Vetëm ngjyra që nuk ishte ngjyra e zezë dhe ngjyra e kuqe. Por, duke qenë se ngjyra roz thotë që ngjyra e kuqe u shfaq nga ferrat pa pritur dhe ngjyra e zezë ishte më larg, ngjyra portokalli ishte akoma më larg me, kështu mendoj që ngjyra e kuqe ka bërë të pabërën dhe vrau portokallin. Ishta o të temë votoni. Unë jam e sigurt si vdekja atyre ngjyrave rahmetlije që është e kuqe. Unë nuk besoj në këto bestitnit, po votoj për ngjyrën roz. Ngjyra e kuqe është shumë e ngjan, ngjyra kuqe. Ngjyra kuqe dem vdekje keme kamerë mike me mua. Me treguat që sa të zgjuar jeni. Ose unë nuk mund isha se një E lash mbrojtje që kënë të bora në fillim që mbro, unë me thash rrugtimin tim tani, o jeni të zgjuar, o zgjidhni mos jeni. Kuptosh gjëra. Unë ta thash ti gënjen hapur, si të gënjeve, atëherë nuk e di çfarë the për. Që dojnë që ishte fajo. Po pra pajo ishte me ne, si afut po gënjen që mos dalësh ti. Ku ta di unë që mund kesh që di posteri dhe ke gënyer për Kristallin kot për të ndarë gjërat. Ti Flori gënjen, unë aty isha duke kërkuar këto. Që thonë edhe herë do ta bëjmë edhe herë. Në firmë mua inxhinier dhe po mbaron. O Aldi po flasu, si ti nxjirin ke tek me ka. Do më lësh të flas. Ngjyra kuqe. Mirë pafshit. Bravo që Paktën nuk ishim gënjeshtar si Flori që rren sa ndesa këtej për fituar. Paktën nuk kemi rre. Ti gënjeve.
Unë përshëndes dhe start merren që e vrava me këto duar. It was a pleasure. Normal që isha unë imposter, ngjyra kuqe, ngjyra kryesore. Më vjen mirë që bashkëpunova me Crystal Corricun e njohur gjithashtu si ngjyra jeshile. Vrava Desin. Nuk e di çka kënaqësi mund të kesh tjetër, domethënë le të humbër, rëndësi ka qenë vajta në vesh dhe e vrava atë njeri. Edhe pse mund të them që Flori ishte një Renacak i poshtër. Gënjeu dhe për Crystalin sepse Crystali ishte tek litarët në fillim, gënjeu nuk ishte. Gënjeu dhe këtu që unë isha duke kërkuar, se unë se më xhbulla të bëj sikur s'po kërkoj. Në kohë po kërkoja gjatë gjithë kohës. Po tek e fundit njerëz jemi, njerëz do vrasim. Në fakt ngjyra jemi, ngjyra do vrasim. Bravo atyre që fituan, edhe pse unë me timen jam shumë i kënaqur që vrava Desi. Faleminderit.